Seanca e sotme parlamentare, e fundit për këtë vit, u zhvillua në një klim të rënduar tensionesh dhe përplasje, e diktuar nga zhvillimet e fundit hetimore të SPAK ndaj Belinda Ballukut dhe kërkesa për heqjen e imunitetit të saj, që mund t'i hapë rruga arrestimit. Situata degradoi kur deputet të Partisë Demokratike dogjën në sallë një foto të Ballukut me kryeministrin Rama. Debatet u shndëruan shpejt në kaos, pasi deputetët e opozitës zunë vendet e ministrave dhe refuzuan të ulen në bankat e tyre. Sali Berisha bllokoi foltoren, ndërsa pati edhe përplasje fizike mes deputetëve të Partisë Demokratike dhe Gardës, të cilës ju kërkua të largohej nga salla. Gjatë kaosit u ndezën flakadan dhe u hodhën uje letra në drejtim të Niko Peleshit dhe efektiveve të sigurisë. Kryetari i kuvendit përjashtoi nga seanca Klevis Balliun dhe Flamur Nokën. Mes zhurmës, Berisha deklaroi se po shkelen kushtetuta dhe ligji, duke kërkuar që qeveria të dalë para kuvendit dhe drejtësisë, duke theksuar se nuk mund të ketë më vi dhe ik. Në të njëjtën seancë, mes rrëmujës, Endri Shabani u betua si avokat i popullit, një proces që opozita e cilsoi të manipuluar. Situata u përkeqësua edhe nga ndërprerja e sinjalit të transmetimit për shkak të djegjes së fibrave. Pas rreth një ore tensionesh, seanca u mbyll, ndonë se rendi ditës dhe disa ligje u miratuan.